Po duket një deja vu në ngjashme si gjithkohë seanca, përderisa nuk ka një marrëveshje atë mbetet e njëjta. Unë shpresoj që do të kemi kohë ta propozojmë kandidatën që ne jemi thirrur ta përshqiven ose për Bogujevçin, jemi të gatshëm ja u votën. E kemi ofruar në kuptimin edhe si opozitar këtë favor, mendoj që është mjaftueshëm. Radina nuk do të merrni pjesë në këtë formimin e komisionit të zgjedhur për kryetarin e kuvendit, për shkak që nuk po shihet prej pushtetit që ja duke hequr dorë nga votimi i fshatë. Mendoj që tash nuk bëhet lart më për pushtet, po flasim për partinë e cila ka dalë e para në zgjedhje dhe ka mandatin e konstituimit të organeve të kuvendit. Mendoj që është antikushtetues ndryshimi i procedurës votimit gjatë vazhdimit të seancës. Për këtë arsye i kemi thënë që nuk jemi të gatshëm të bëjmë pjesë e kësaj forme. Domethënë mendoj që është antikushtetuese dhe çdo deputet ka obligative mos me rrok deri këtu në formave manipulimi. Gjithsesi unë mendoj që është ofertë e mirë dhe të dikush i solidar në reflektim. Faleminderit shumë.